se ndryshe nuk mësoj. Kjo është e gjitha. Unë mendoj personalisht, i kam thënë domethënë edhe njerëzve që kanë fëmijë, domethënë të vegjël që vinë dhe fillojnë për ne të drejtën kanë qenë vështirë, se ne kemi mësuar gjuhën shqipe këtu edhe do të dalim aty. Ishte e të merë, po unë mendoj domethënë që edhe presioni është i rëndësishëm. Është i rëndësishëm unë flas presion të pejkaluar psikologjisht. Një presion i shëndetshëm, do të thënë që i rrin tek ato kornizat, por që është presion, sepse fëmia shumë shpesh ka edhe nevojë, sidomos Brezion, siç e parotullim gjithë bisedën tek Brezion, tek gjenerata jonë. Ne duam presion patjetër. Do të thënë është e rëndësishme. Është pa presion nuk bën. Jo, nuk merrni fare komanda dhe drejtim. Është thjesht është bota që ne thjesht jemi të rinj tani.